Drejtoria e doganave njoftoi se gjatë ditëve të kaluara ka parandaluar disa përpjekje për të kontrabanduar ilaçe, materiale dentare, syze me dioptri, një sasi e madhe cigaresh, një motociklet, pajisje UPS për furnizim me energji elektrike dhe mallra të tjera. Departamenti i Kontrollit dhe Hetimeve ka ngritur kallëzim penal kundër autorit të krimit. Rasti u zbulua nga doganjerët në hyrje të vendit në pikën kufitare Devebajr, gjatë një kontrolli të një autobusi që udhëtonte në linjën Maqedoni-Veriut, Turqi-Maqedoni-Veriut. Përveç ilaçeve në çantën e shoferit u gjetën 20 kuti me mjalt me nga 170 kg, 177 copë çokoladë, 3 kg çaj, si dhe mbi 40 copë xhinse me logo të mbrojtura të markave tregtare. Dogana gjithashtu ka sekuestruar mbi 600 copë syze me dioptri për të cilat importuesi nuk kishte leje importi. Rasti është zbuluar në zyrën doganore të Gjevgjelisë gjatë kontrollit të mallrave të ndryshme me origjinë nga Kina, të cilat ishin deklaruar për zhdoganim importi, ndërsa në një rast tjetër, gjatë një kontrolli të një kamioni me targa bullgare, janë sekuestruar rreth 300 copë veshjesh, të cilat ishin fshehur në vende të ndryshme të automjetit. Një shtetasi e Maqedonisë së Veriut u përpoq të importonte ilegalisht 6.000 euro përmes pikës kufitare e Tabanovc, si dhe një sasi të madhe veshjesh, këpuc, çanta dore dhe portofole që donte ti kontrabandonte pa paguar detyrime. Ai u ndalua nga oficerët e doganës, të cilët nga dyshimet ndaluan makinën me të cilën po udhëtonte për një kontroll të detajuar, gjatë të cilit u gjetën mallrat e padeklaruara. Pasagjeri mbante me vete 16.000 euro, nga të cilat 10.000 euro i u kthyen në përputhje me ligjin për operacionet e këmbimit valutor, ndërsa pjesa tjetër ju konfiskua. Gjatë kontrollit të 3 kamioneve dhe një makine në hyrje të vendit në pikën kufitare Bogorodic, janë sekuestruar 58 pako cigare. Nga Drejtoria e Doganave informojnë se që nga fillimi këtij viti, në zyrën doganore të Gjevgjelisë janë sekuestruar gjithsej 700 pako cigare.